Dje në qendër të Tetovës, pjesëtarët e policisë kanë arrestuar personin me iniciale JZ, 54 vjeçar nga Tetova, sepse ka sulmuar pjesëtarë të policisë gjatë kryerjes së detyrave zyrtare. Pas bardhjes së rastit, do të ketë padi adekuate. Mbrëm rreth orës 23:25 në stacionin policor të Gosivarit, 26 vjeçarja me iniciale SK nga Gosivari ka denoncuar se rreth orës 20:30 në rrugën Fazaneria është sulmuar fizikisht nga 2 persona. Merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 21:20 pjesëtarët e policisë në Gallat kanë arrestuar 71 vjeçarin me iniciale TM nga fshati Gallat, duke vepruar në bazë të një denoncimi se në një promë bujqësore në fshatin Vrapçisht me send të fortë e ka sulmuar 68 vjeçarin me iniciale ZR nga fshati Vrapçisht. Pas zbardhjes së rastit do të ketë padi adekuate. Dje rreth orës 15 në stacionin policor në Gosivar është denoncuar se në rrugën Pançe Popovski, një veturë e tipit Opel me targa të Gosivarit, e drejtuar nga 46 vjeçari MN nga Gosivari, ka goditur këmbësorin AI, 42 vjeçar nga fshati Forin. Këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore, që janë konstatuar në spitalin e Gosivarit. Është bërë hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e rastit.